përgjithshëm i NATO zoti Rutet, nderuar anëtarë të delegacioneve, të nderuar qytetarë të Republikës sonë dhe të nderuara media, i nderuar Mark, mirë se erdhe në Republikën e Kosovës, është sërish nder i madh t'ju mirëpresim dhe kujtojmë me dashamirësi vizitën tuaj të fundit, kur ishit këtu si kryeministër i një shteti dhe aleati të çmuar evropian. Sot kam nderin t'ju mirëpres në cilësinë e sekretarit përgjithshëm të aleancës më të fuqishme dhe më të suksesshme që ka njohur njerëzimi, ndaj ju falenderoj edhe që pranuat ftesën time që ta vizitoni Kosovën, shtetin me sentimentin më pro NATO në glob, me rreth 97% të qytetarëve tanë që i besojnë aleancës dhe dëshirojnë të bëhen pjesë e saj. Më lejoni gjithashtu t'ju uroj mirëseardhje të ngrohtë në emër të gjithë qytetarëve të Republikës sonë, qytetarëve të cilët do të jenë përjetësisht mirënjohës për kontributin vendimtar të aleancës për lirinë e vendit tonë.